Me 21 maj në Banja Luka nisi një seancë e jashtëzakonshme e Kuvendit Kombëtar të Republikës Srpska, ku mes të tjerash po diskutohet edhe për një projekt ligj që parashikon ndalimin e financimit të partive politike nga buxheti i këtij entiteti të Bosnjë-Hercegovinës, si dhe nga komunat në Republikën Srpska. Ky propozim vjen gati një muaj pas vendimit të përfaqësuesit të lartë ndërkombëtar Kristian Schmid për të ndaluar pagesat nga buxheti në të gjitha nivelet për dy parti politike. Aleanca e Social-Demokratëve të Pavarur e Milorad Dodik dhe Partinë e Bashkuar Serbe të udhëhequr nga Nenad Stefandic. Schmid arsyetoi vendimin si pjesë e përpjekjeve për të kundërvënë sulmeve flagrante të koalicionit të qeverisës në Republikën Srpska të udhëhequr nga SNSD-ja dhe Partia e Bashkuar Serbe ndaj parimeve themelore të marrëveshjes së Daytonit dhe rendit kushtetuese juridik të Bosnjë-Hercegovinës. Para diskutimit për ligjin para deputetëve foli dhe presidenti i entitetit Dodik në pikën kushtuar 30 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së paqes së Daytonit në 1995 që i dha fund luftës në Bosnjë-Hercegovinë. Dodik i sankcionuar ndërkombëtarisht për shkelje të marrëveshjes së Daytonit dhe akuzuar për sulm ndaj rendit kushtetues të Bosnjë-Hercegovinës. Në fjalimin e tij përsëriti thirrjen për dialog ndërmjet dy entiteteve të Bosnjës, Republikës Srpska dhe Federatës, për siç tha ai, rikthimin e Bosnjës në kornizën fillestare të Daytonit. Rezultati i këtyre bisedimeve do të ishte një Dayton 2.0. Më lejoni të shpjegoj çfarë do të thotë kjo. Është po aq e rëndësishme çfarë nuk do të thotë. Nuk do të thotë shkëputje, nuk do të thotë përshkallëzim, nuk do të thotë dorëzim nga paqja. Do të thotë rikthim te marrëveshja që solli një rend të ri kushtetues dhe politik në Bosnjë-Hercegovinë dhe që solli paqe, tha Milorad Dodik. Ai shtoi se marrëveshja e Daytonit është thelbësore për mbijetesën e Republikës Srpska dhe se ajo ka funksionuar derisa sipas tij nuk nisi të ndryshojë me forcë. Dodik mohoi sërish legitimitetin e Kristian Schmid, përfaqësuesi i lartë, duke thënë se emërimi i tij nuk është konfirmuar nga Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sipas Dodik, kriza kushtetuese dhe juridike në Bosnjë-Hercegovinë mund të zgjidhet vetëm nëse anullohen të gjitha vendimet që ka ndërmarrë Kristian Schmid. Dodik, së bashku me Nenad Stefandic dhe kryeministrin e Republikës Srpska Radovan Višković, akuzohen për shkelje të rendit kushtetues të Bosnjë-Hercegovinës bazuar në ndryshimet e kodit penal që u imponua nga Schmid. Të treja në kërkim pasi nuk janë paraqitur për të marrë në pyetje nga organet gjyqësore. Në fund të shkurtit, Dodik u dënua në shkallë të parë me 1 vit burg dhe 6 vjet ndalim për të ushtruar funksione politike për shkak të shpërfilljes së vendimeve të përfaqësuesit të lartë dhe nënshkrimit të ligjeve të shfuqizuara nga Schmid. Çfarë parasheh financimi i partive në Republikën Srpska? Organizata jo qeveritare Transparency International në Bosnjë-Hercegovinë njoftoi me 20 maj se projekt ligji i futur në rendite me procedurë të përshpejtuar nga shumica parlamentare do të krijojë një sistem paralel dhe do të hapë hapësirë të madhe për korrupsion. Sipas saj, projekt ligji lejon që kompanitë private të dhurojnë deri në 50.000 euro për partitë që ka bie ndesh me ligjin shtetëror për financimin e partive politike. Ndryshe nga ligji shtetëror, projekt ligji i Republikës Srpska nuk ndalon donacione nga kompani që punojnë me shtetin. Kjo do të lejonte transferimin e fondeve publike në arkën e partive përmes ndërmarrjeve të privilegjuara që do të dëmtonin partitë që nuk kanë qasje në burime shtetërore, paralajmëron Transparency International. Po ashtu, kjo do të dëmtojë rendin institucional duke futur një kompetencë të re për Komisionin Zgjedhor të Republikës Srpska, ndonse sipas ligjit monitorimi i financimit të partive i takon Komisionit Qendror Zgjedhor të Bosnjë dhe Hercegovinës. Sipas raporteve financiare, vitin e kaluar SNSD-ja mori mbi 2 milion marka, rreth 1 milion euro nga buxheti në të gjitha nivelet, ndërsa Partia e Bashkuar Serbe mori mbi 395.000 ose 200.000 euro. Me vendim të Schmid, bankave u është kërkuar që t'i transferojnë këto fonde nga llogaritë e partive në Bankën Qendrore të Bosnjë-Hercegovinës dhe ta njoftojë për këtë zyrën e përfaqësuesit të lartë.